Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën edhe rrëfimin e radhës. Jam këtu pranë jush për të treguar një letër që në fakt ky burr ka nevojë për mendimin tuaj. Ai ka bërë një lëvizje të pazakontë, domethënë është dashuruar në vajzën e xhaxhait të gruas së tij. Dhe për këtë gjë ai kërkon një shpjegim, kërkon një ndihmë prej jush që t'i ndihmoni që në mënyrë më të detajuar të kuptoj të vërtetën e madhe. Nuk e di nëse ka një mënyrë të bukur për ta nisur thot këtë letër. Ndoshta nuk ka, ndoshta disa rrëfime janë aq të rënda sa që çdo fjalë duket e vogël përballa asaj që ti në të vërtetë e ke bërë. Po shkruaj sepse nuk e di më se kujt do t'i drejtohem. Kam frikën të flas me gruan time, kam frikë të shoh në sytë e saj, kam frikë nga familja, nga turpi, nga pasojat, edhe mbi të gjitha nga vetja ime. Jam i martuar, kam një grua që më ka qëndruar pranë, që më ka besuar dhe që ka ndërtuar jetën e saj me mua. Por unë bëra diçka që as vetë nuk e besoja se me të vërtet do të më ndodhte. Jam dashuruar me vajzën e xhaxhit të gruas time. E di sa rëndë t'i ngëllon kjo fjalë? E di se për shumë njerëz kjo do të më mjaftonte për të më gjykuar për gjithmonë. Dhe ndoshta në thelb kanë të drejtë. Në fillim nuk ishte dashuri. Të paktën kështu unë i thosha vetes. Ishte thjesht një njohje familjare, një përshëndetje, një bisedë, një buzëqeshje. Asgjë që në këtë mes ndodhej e gabuar. Por me kalimin e kohës fillova ta mendoja se më shumë se ç'duhej. Fillova të prisja moment kur do ta shihja. Pastaj fillova të ndjehesha fajtor vetëm pse ndjehesha mirë kur ajo zonja ishte pranë. Dhe një ditë e kuptova të vërtetën që mua më trëmbi. Isha lidhur emocionalisht me të. Që nga i moment çdo takim familjar u bë një betejë në vete. E shihja dhe përpiqesha të mos e shihja. Dëgjoja zërin e saj dhe përpiqesha të mos të reagoja. Kthehesha në shtëpi dhe shihja gruan time, ndërsa brenda meje zhvillohej një luftë që në të vërtetë askush nuk e dinte. Por problemi nuk është vetëm ajo që ndjej. Problemi është se unë jam i martuar. Dhe çdo ndjenjë që kam ushqyer është një plagë që mund t'i hap jetën time në dysh. Kam filluar që ta pyes veten. A jam njeri i keq? A është e mundur të dashurosh dikë në momentin të gabuar të jetës? Dhe nëse ndjenja lind pa e kërkuar, a të falet mënyra se si vendos që ti të veprosh
Të largohesh nga dikush që të tërheq, sepse e di se afrimi me të do të shkatronte njerëz të pafajshëm. Nuk e di çfarë do të bëj, por e di një gjë. Nuk dua që një ndjenje imja të kthehet në një tragjedi familjare. Nëse duhet të vuaj unë, do të vuaj. Nëse duhet të mbaj peshën e kësaj ndjenje vetëm, do ta mbaj. Sepse ka raste kur njeriu duhet të kuptojë se jo çdo gjë që dëshiron duhet ai ta marrë. Dhe ndoshta kjo është pikërisht prova ime më e madhe. Të zgjedh të drejtën edhe kur zemra më thot diçka tjetër. Sepse në fund të fundit mund të humbas një ndjenjë. Por nuk dua të humbas një familje të tërë. Dhe nëse një ditë gruaja ime e dëgjon këtë letër dhe do ta kupton që jam unë, ndoshta nuk do të ma falte kur. Ndoshta do të më urej, ndoshta do të largohet. Por dua të paktën ta di një gjë, faji ishte imi, jo i asaj, jo i vajzës së xhaxhait të saj. Unë jam ai që duhej të mbaj përgjegjësinë për zgjedhjet e mia. Dhe sot për herë të parë, po pranoj me zë të lartë atë që kam pasur frikë në fakt ta pranoj ndër vite. Jam dashuruar në njeriun që nuk duhej të dashurosha kur. Edhe tani duhet të gjej forcën për të mos lejuar që kjo ndjenjë të shkatërroj gjithçka që unë kam ndërtuar në këtë mes. Në fakt, unë dua të të përgëzoj për reflektimin që ke bërë. Dashuria nuk është diçka që të pyeten, ajo vjen, po mua më pëlqen mënyra se si ti ke përzgjedhur që ta shohësh gabimin në veten tënde, se fatkeqësisht ka shumë burra në këtë përditshmëri që bëjnë lëvizje të tilla dhe më në fund domethënë e lejnë atë të dashurën tjetër në halle të mëdha. Për atë arsye mua më pëlqen reflektimi jot dhe uroj që ti të heqësh dorë që dhe ajo të shef jetën e vet, por edhe ti të shohësh jetën tënde i lumtur.